76 vjeçare nga fshati Progrori i Devollit u gjet këtë të shtunë pa shenja jete nga ekipet e kërkim shpëtimit. E moshuara, e cila vuante nga demenca, ishte shpallur e humbur që mëngjesin e 21 nëntorit, pasi dyshohet se ishte marrë nga rrjedha e ujit pas rreshjeve të dentura. Ndërkohë, sipas të dhënave të fundit, situata meteorologjike është stabilizuar, pasi gjatë natës nuk ka pasur rreshje. Për disa ditë me radhë, niveli i lumit Vjoz vazhdon të mbetet në nivele të larta, luhatës 7.8-8.3 metra, duke krijuar shqetësime për autoritetet e emergjencave civile. Strukturat përgjegjëse janë në gatishmëri të plotë, veçanërisht për gjatë vijës së lumit dhe urës së mifolit. Në këtë situatë kritike, përmbytjet nuk kanë arritur ende të kalojnë zonën e rrezikut, por përpjekjet për monitorim dhe ndërhyrje mbeten intensive. Në jug të vendit, situata është më problematike. Bashkitë Delvin, Finiq dhe Konispol vazhdojnë të përballen me rrëshqitje dhe bllokime të rrugëve pas rreshjeve me intensitet të lartë. Në Sarand, 10 efektiv të forcave të armatosura janë në gatishmëri për evakuimin në bagëtive. Në qarkun Kukës, rreshjet kanë vazhduar me intensitet të ulët deri mesatar, duke krijuar mundësi për rrëshqitje dherash dhe bllokime të rrugëve. Megjithatë, akset rrugore mbeten funksionale. Nuk raportohet për situata emergjente nga bashkitë Kukës, Has dhe Tropoj, sa kaq disa fshatra kanë pësuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Niveli i lumit Drim është në kuotat e rrezikut fal funksionimit të hidrovoreve.